Lidhi ju jeni kapiten I ri domethënë, që keni filluar punë ke kapiteneria e portit apo e përgjithshme, si quhet kjo? Drejtoria e përgjithshme detare, domethënë te kapiteneria pranë kapitenerisë portit Durrës. Dhe detyra është inspektor. Detyra është inspektor I kapitenerisë portit Durrës. Sa kohë keni filluar këtu? Unë këtu kam që në maj të 2018-ës, domethënë po bëj 2 vjet e gjys kam hyrë për vitin e tretë. Çdo thot për një navigator të ri një punë e inspektorit në kapitenerinë e përgjithshme? Atëherë, personalisht për mendimin tim, mendoj që do duhet të ishte më mirë për navigatorët e ri edhe për moshën time që të punonin I çik ose pak më gjatë në det. Kishin një eksperiencë pra. Kishin një eksperiencë akoma edhe më të madhe edhe më të vyer në fushën e lundrimit. Dhe gjithashtu edhe nga ana ekonomike, që nuk është për të lënë masdore, është edhe shumë e rëndësishme që të krijosh një bazë më të fortë ekonomike para se të fillosh te kapiteneria. Sepse duam ne punat shtetit këtë ka, domethënë që nuk është se fillon punë këtu për bazë financiare, kurse për mua personalisht flas për veten time, domethënë unë 31 vjeç jam, unë e kisha si synim që të filloja punë këtu, duke qenë që familja ime është familje detarësh. E lidhur me detin. Gjyshi im ka qenë oficer marine I ushtrisë, babai im ka qenë kapiten I përgjithshëm në institucionin ku unë sot punoj. Dhe ishte me pak fjalë ishte një dëshira jote dhe një ambicie ose një ambicie personale. Pastaj mendoj që do ishte mirë edhe që për gjithë djemtë të ri që kanë vazhduar këtë shkollë, e kanë me pasion punën e detit. Siç thash edhe më përpara, do ishte mirë që të punonin minimumi 5 ose 6 vjet në det. Të formonin kockën e të quajturit detar dhe pastaj nëse do donin, pastaj ka fusha sa të duash në lundrim që mund të punosh edhe si menaxher në një kompani që merret me transportin detar, mund të punosh tek kapiteneria siç punoj unë sot. Ka variante të ndryshme pastaj. Po mbasi të krijosh një eksperiencë, një përvojë domethënë në det. Unë mendoj që ajo është e nevojshme. Që një eksperjenca duhet të jetë eksperjenca. Cilat janë disa nga detyrat që kryen domethënë një inspektor këtu domethënë? Atëherë ne kemi 2 inspektorë gjatë 24 orëve, edhe kryejmë një shërbim 24 orësh, njëri nga inspektorët rrin tek zyra nisjen mbritjeve, kurse inspektori tjetër qëndron tek kati I fundit I kullës në monitorim të trafikut detar. Në zyrën e nisjen mbritjeve bëhet jepet leje nisjet për anijet ose merret praktika e mbritjes anijeve që hyjnë në portin e Durrësit ose edhe anije që janë në radhën e portit të Durrësit. Dhe në zyrën e monitorimit të trafikut detar, siç edhe vetë fjala e thotë, domethënë monitorohet trafiku, lundrimi, komunikohet me anijet në radio, në çfarë ore mbërrin në portin e Durrësit, në çfarë ore mbërrin në rad, do hudhin apo s'do hudhin spirancën, koordinohesh gjithashtu edhe me dispečerinë e portit për planet e anijeve në kalatat e portit të Durrësit. Nëse për shembull nuk ka plan, po ju tregoj pak a shumë si është procedura e punës. Nëse nuk ka plan nga porti I Durrësit, anijeve inspektori I monitorimit trafikut detar që sot në ditët që flasim jam unë, komunikon me anijet dhe I thot për shembull që të qëndrojnë në rad, të hudhin spirancë. Pak a shumë kjo është. Gjatë detyrës që keni kryer kështu gjatë shërbimeve, keni hasur edhe vështirësi kështu edhe tani vështirësitë më të mëdha I kam hasur në fillim, duke qenë që s'isha akoma I ngrënuar me punën e kapitenerisë. E dija domethënë se unë kam lundruar aq sa të njoh se si funksionon puna me kapitenerinë. Po megjithatë prapë është situata që nëse nuk e ke provuar vetë punën në institucionin
ku unë sot punoj, do hasësh pak vështirësi në fillim, është normale. Po unë i vlerësoj vetës, në qoftë se të më lejoni ta thoni këtë, i vlerësoj vetës faktin që unë punoj për t'i provu vetës që jam i aftë ta bëj një punë. Jo, edhe kam edhe vullnetin, dëshirën që ta mësoj sa më shpejt punën që bëj. Dhe me thënë të vërtetën, vështirësitë më të mëdha më kanë formu më mirë si inspektor në Kapitania e Portit të Durrësit, sepse në një ditë normale si kjo sot për shembull, që nuk ka lëvizje, nuk ke çfarë mëson. Kurse në raste vështirësie, atëherë me vërtet që teston veten edhe aty e tregon se çfarë. Sa kohë ju desh kështu që ju pa quajmë të përshtateshit me detyrën kështu? Atëherë, të them të vërtetën, për një muaj unë e mësova punën e inspektorit të kapitanerisë, por që ka pas momente që edhe mbas 6 muajsh, edhe mbas një viti, kur kemi has probleme të reja, kemi pas vështirësi, derisa me anë edhe të inspektorit tjetër, në koordinimit me inspektorin tjetër, me anë edhe të kapitenit portit, kemi bërë maksimumin që mos të bëjmë gabime. Ta kaloni atë mos bëj gabime as situatë, inspektorit tjetër. ta kthejnë në një situatë normale.